E pra të dashur miq, ja ku jemi për të komentuar tashmë marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Brikena dhe Mateo pas puthjes së zjarrt, pas emocioneve të bukura, pas ndjesive të ëmbla, shkatruan marrëdhënien me njëri tjetrin. Ditën e sotme, ditën e djeshme, ato nuk flisnin dhe nuk flasin akoma me njëri tjetrin. Çfarë ndodhi në këtë çift? Tani, në këtë çift ndodhi një përplasje shumë e ashpër, ku Brikena, ashtu siç edhe ua tregova natën e mbrëmshme, domethënë përgatiti makarona për Mateon. Mateo nuk i priti mirë, nuk e respektoi dëshirën e Brikenës sepse ishte në gjumë dhe aty nisi lufta ku Brikena nxori një anë të saj, një dozë të xhelozisë kundër drejt Selinës. Tani, a është xheloze Brikena apo është strategji kjo dhe çfarë po ndodh me këtë çift? Këto janë pikpyetjet e radhës. Brikena, unë e pash që natën e mbrëmshme kishte marrë shumë seriozisht luftën me Mateon, domethënë e kishte marrë jashtëzakonisht seriozisht sepse ishte mërzitur shumë, qëndronte e vetme, rinte në mendime, edhe pse banorët e tjerë dëshironin që t'ia mbushin mendjen që kujdes sepse me Mateon nuk mund të jesh e lumtur ashtu siç ti do. Brikena nuk është se tentoi më të shpjegoheshte me Mateon, domethënë nga pjesa e tavolinës së bukës në verandë, Brikena u largua, iku, Mateo nuk i shkoi nga mbrapa, domethënë që të dy po mbajnë një kokë lartësi dhe një ego të theksuar për një xhelozi që Brikena po shprehën kundër drejt Selinës. Tani, dolën disa video që Brikena nuk ka qenë pjesë e shtëpisë ku produksioni kishte nxjerrë ca momente që Mateo kishte kaluar disa kohë me Selin, sikur të kishin patur një lloj pëlqimi për njëri tjetrin. Domethënë ishte një video e montuar nga ana e produksionit. Tani kjo ngriti pikpyetje të mëdha tek Brikena se çfarë po ndodh me Mateon dhe Selin. Nata e mbrëmshme për Brikenën e vulosi që Selina në këtë rast ka një lloj pëlqimi për Mateon dhe ndoshta Selin po e prek Brikenën në pikën e saj më të dobët, sepse jemi në Big Brother edhe banorët kanë të drejtën fuqinë të provokojnë në të gjitha format e ndryshme. Tani, ditën e sotme, përsëri janë të hidhëruar me njëri tjetrin dhe normalisht publiku pyeten se çfarë po ndodh, nga që ne jemi një popull që jemi mësuar t'i manifestojmë gjërat të cilat ndodhin për kënaqësinë tonë. Domethënë, kur Mateo i dha një puthje Brikenës, ne jemi mësuar që t'i manifestojmë këto momente. Brikena dhe Mateo nuk e manifestuan. A është Selina pjesë e shkatrimit të marrëdhënies së tyre? Këto janë pyetjet. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena nuk kanë asnjë gjë mes njëri tjetrit, saqë e egzageron Brikena pak. Unë them, në këtë rast është për t'i mbajtur hatër Mateos, sepse nuk t'i respektoi makaronat të cilat ti ja ke bërë, por nuk mundesh ti Mateos t'i mbash hatër për marrëdhënien që Mateo ka me banorët brenda shtëpisë, sepse e njëjta je ti ajo që javë më parë shkove tek kutia e vezëve Oil me Rogertin, hyre aty brenda, Mateo t'u lut 2-3 herë dilti nuk dole, sepse ti thoje që unë duhet ta respektoj vllaun e madh dhe duhet të respektoj reklamën. Dhe tani derisa ti duhet respektosh reklamën, atëherë pse Mateo nuk e ka të lejueshme që të lozën me një vajzë brenda shtëpisë dhe të argëtohet? Unë mendoj që Brikena është në disa më dyshje tashmë dhe është në një pikpyetje a ishte e duhur që e bëra puthjen apo ishte e gabueshme. Dhe unë e thash, përposa asaj puthje që ndodhi atë natë, nuk prisja një puthje dhe një moment entuziast tjetër mes Brikenës edhe Mateo, sepse Brikena është natyrë, domethënë e izoluar dhe zakonisht natyrat e izoluara nuk mund të dalin përtej vetes së tyre. Dhe në këtë rast Brikena e mban kokforcin, e mban inatin, sepse është mësuar që Mateo të shkon dhe t'i lutet e t'i përgjërohet Brikenës. Por Mateo ka arritur në atë pikë të emocioneve të tia, që pa marrë parasysh se si do të merr kjo gjë, ai nuk shkon më t'i lutet sepse ndjet i ofenduar jashtëzakonisht shumë me mënyrën se si Brikena e trajton. Ndoshta edhe Mateo në kokën e tij ka filluar të logjikojë, më fal, un kam familje jashtë, un kam prindër, un kam motër, un kam nënë dhe baba të cilët mua më shohin. Çfarë koncepti
kanë arritur të krijojnë ato në kokën e tyre, çfarë konkluzioni për mua. Domethënë sikur unë jam një djalë që dashurohem ekstremisht dhe shkoj lutem një vajzës non stop edhe kur unë nuk kam faj. Dhe në këtë rast, domethënë unë mendoj që në qoftë se Brikena do ta kishte menaxhuar pak më mirë situatën dhe nuk do t'i kishte dhënë material me Rogertit edhe Mirit, do të kalonte si gjë dhe do t'ishin bukur. Mendoj që nuk mund të jetë një pijat makarona arsyeja e një ndarje. Xhelozia është në pa po se po, por unë shoh pak këtu edhe një farë dozë strategjie, sepse duhet ta kuptojmë, jemi në Big Brother dhe edhe Brikena dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes, edhe Brikena dëshiron që të jetë në prime, duke u komentuar, duke u folur për të, duke krijuar debate të ndryshme në historikun e Brikenës edhe të Mateos. Tani, a është Brikena xheloze për Selin? Mendoj që po, sepse Brikena është mësuar që të merr gjatë gjithë kohës fokusin e Mateos, është mësuar që të merr gjatë gjithë kohës do me thënë atë vlerësimin e Mateos. Tani në këtë rast Brikena nuk e ka, sepse Mateo ka vendosur që të jetë pak më i vetë përmbajtur dhe të luan më së shumti në lojë, dhe duke mos i patur këto 2 pika, Brikena del jashta vetes së saj dhe tregon këto qëndrime që në fakt janë qëndrime për ne edhe të para më herët. Tani si do të shkon kjo marrëdhënie? Unë mendoj që në këtë rast Mateo nuk është ai i cili do t'i kërkon falje Brikenës dhe do t'i përgjërohet Brikenës. Situata do të shkon në këtë formë tek të dy, që do me thënë Brikena dhe Mateo do të rinë të inatosur derisa Brikena do ta ndjen momentin që duhet të afrohet me Mateon. Por edhe Mateo e shikoj që nuk mund të ri pa Brikenën, e ka shumë të nevojshme si bisedën, si momentin me të, si kënaqësitë shpirtërore që Brikena ja fal Mateos. Do të thënë dua të marr mendimin tuaj rreth kësaj situate që po ndodhen brenda në shtëpi, edhe pse mua më duket sado që është, do të thënë xhelozi e madhe nga ana e Brikenës, thash xhelozi për shumë faktor, sepse Brikena ka arritur ta kuptojnë që Mateo është edhe fenomen në këtë Big Brother dhe normalisht nuk dëshiron që ta humbë në asnjë mënyrë fokusin e tij, momentin e tij, çastin e tij, dhe në këtë rast, do të thënë unë e shoh Brikenën pak më të irrituar dhe më të fuqshme në këtë marrëdhënie, në një marrëdhënie që realisht Brikena dëshironte ta nisë në formën e saj. A do të ketë pajtim mes të dyve? Po, derisa janë brenda në atë shtëpi do pajtohen, kanë kaluar momente edhe më të vështira, jo më tani që Brikena ka krijuar një lloj ndjesie shpirtërore kundërdrejt Mateos, por qëndrimet e Mateos, egoizmi që Mateo përdor kundërdrejt Brikenës, tek Brikena nxjerr një anë që atë, do me thënë, e revolton shumë dhe Brikena nuk e pret në fakt këtë gjë nga Mateo, sepse është mësuar gjithmonë të merr atë fokusin e Mateos si djali që e don, e respekton dhe e vlerëson më së shumti.